Dama, zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në zhurma Video Music Awards 13. Qa jeni tu më këshyrë pash zotin? Qa dreshi keni? Apo jeni tu thanë, lekje që jo po operacion, luktin edhe trunin, apo këtë budalisë shumë serioze po ju dukem, apo e di, edhe mund deri sa po i interpretoja këtë balat, ju këshyrësha se qysh po më këshyrëni, e di që kom hek shumë kile, e di që jam bo shumë e bukur, e di që jam bo shumë seksi. Ju faleminderit, unë e gjitha jam bo, ama e njëta Big Mama e më qatë të ruhe kom. Jeni shumë qetë, unë e di pse jeni qetë, se gjithmonë unë kom qenë atje dhe kom qenë shumë e zhurmë, ndërsa ju tash rrini si shtirak me konë. A ka mundësi pak zhurmë edhe një duar trukitje për të hapë kë spektakl të mrekullueshëm. Okej, unë nuk da zja shumë. Qa dreqi kiti? Qa dreqi, u thash bo në zhurmë, mos bo... Zhurmë bre, zhurmë! Zhurmë, kemi fest, po tu keni gjithë shumë bukur. Morena shumë seksi, a je vesh, a je desh? Mirë vesh. Jo, një e kom pashe, më habit që jo është vesh. Fjolla Morina, ku o? Fjollën për herë të pare kom pa vesh, se gjithë vjen me të mbrençme në zhurma. Po të përuroj e dashur për lukin, duke shumë seksi. Po më vjen këtë se va kom marrë bukën, unë e ma seksi se ju jom ba. Okej, pa unë burko, unë du që të fillon këj spektakl i mrekullueshëm, me njëherë fillojmë që t'i ndajmë të çmimet, t'japim çmimin e parë. Çmimi i parë do t'jetë, domethënë, do t'jetë bes ballada, se kush do ta ndanë këtë çmim, ftojmë Albina Zenelin dhe Jetmir Agaj. Ku janë? Me duar trokitje ftojmë këtu. A e një të qa tha pash zotin? Mikrofon ju lutem. Ta mos fit palidhja. E qim tha e mos fit palidhje, kalzo ma i ki falca të followers, ata i ki original. Kjo nuk e palidhja, po? Që janë artistat të kinë, su një më tindis. Ka i ti ki ti? Tindis. Tindis. Morena ti ka i ti ki. Bravo. Atëhere, ndjekim nominimet. Best Balada. Best Balada. Si cigarën e fundit më fike. Si cigarën e fundit më fike, si cigarën e fundit dhe ike ti, kur s'më paske dasht. Si cigarën e fundit më fike, si cigarën e fundit dhe ike, kujti kam besu në fund e pash. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi kur puna profesionale shpërblehet, po kisha pas shumë dëshirë me ftu produksionin Maximus me orë këtu pranë meje. Me një duar trokitje sigurisht. Derisa Blerdi Marlushi vjen si regjisor i preferuar për vitet të tëra. Hajde duar trokitje! Me një tekst shumë të bukur dhe me një melodi fantastike, do doja ta falenderoja shumë edhe Nikun, Kresh Nikun, për një balad super të mirë. Blerdi ka diçka me thonë, hajde Blerd. A ka ma zërë, si me bo një klip si cigarën e fundit, dhe unë se pihi cigarën. Shumë shtirë. Urime. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve. Zikos, shumë suksese, faleminderit. Urime e dashur. Naimin ku e ki? E pas kalon. Nese, atërën e pa unë bërko, ftojmë një artiste tjetër e cila të të ndanë një çmim tjetër shumë interesant, best folk. Kjo është një kolege jeme shumë e dashur, që e kam shumë gjanë, e kam pa tjetër të tregoj edhe këtë punë. Kur jemi në gjirime, ajo me vete e ka barnatoren, e ka penin, roba qepse, gjitha gjanat i ka me vete, po edhe jem e bindun se para se të vjen këtu një 7 herë ka ndru fustanin, jo, 17, me duar trokitje Lorin.
Faleminderit, mikrofonin pal. Lori, Po duke është si yll botë edhe një pyetje shumë të madhe për Bigjen. Na ka befasur gjithë sonte. okej, s'kena shtritja. Edhe diçka fustani në fakt ishte era parë që vendosa me të parën. Me të parë ke vendos. Okej. Së pari, ju uroj zhurmës shumë suksese. Unë kam qenë shumë herë pjesëmarrëse dhe fituese në këtë spektakël të mrekullueshëm. Gjithashtu të gjithë kolegëve të mi, ju uroj urime dhe suksese. Inshallah fitojnë të gjithë. Miki, urime zemër. Ndjekim Romimin. Best Folk. Atëherë, çmimi Best Folk i shkon Shkurt e Gashi. Ke mjet nuk do të harroj. Shumë urime. Faleminderit gjithë që më duat përfitet. Vërtet është kënaqësi shumë e madhe kur kolegët të tunë. Faleminderit Zhurma Show, faleminderit Radio Televizion 21 për këtë mundësi po që na jep neve të gjithë artistëve. Do doja të falenderoja Flori Mumajesin për këtë këngë shumë të bukur. Gjithashtu unë gjithmonë kam falenderu familjen tem, për do të harroj asnjëherë, por këtë radhë do të falenderoj dhe këtë çmim të adhuroj dashurisë tem. Faleminderit shumë. Urime dashur, urime gjithë dhe për herë ju kofshin këto trofeat. Inshallah va fshini plunat kohë pas kohë aty. Ziko, si shkon ke që nga 1.000 euro në zarë, ja kishe thonë, po s'ka lidhje. Këto në mbesin, pare tapeti hajna. Atëherë, unë para se të vazhdojmë, dhe desha të bëj një përshëndetje për gjithë teleshikuesit të cilët po na ndjekin drejt për drejt nëpërmjet Radio Televizionit 21, po ashtu edhe Ziko TV. Ndërsa do të ftoj një mise, ta shoh se sa mis ka munduar nga të meje. Ish mis Kosova, Arbnora Ademaj për të dhënë shpërblimin e radhës. Wow! Rama, përshëndetje. A ka mundsi një pyetje, veç bëhuni drejt për drejt. Kush o ma mis? Kush o ma mis? Arbnora ko ka bo Big Mama. Arbnor mi ke shku, mu më kanë hup, po ti marra pet pishtoj. Niko i heksha, tash po duhet mi fry, po nejse, Arbnor, s'kena jute. Je bukur si gjithmonë. Tazem. Atëherë mirë mbrëma, është kënaqësi që ndodhem sonte këtu. Kisha dashur një përshëndetje sportive për krejt, edhe kur e kom marrë ftesën me nda çmimin, po mendu çka kanë përbashkët sporti dhe muzika. Po mendoj që edhe sporti edhe muzika i shërbejnë argëtimit. Edhe kjo natë sonte po na shërbejnë për argëtim edhe besoj që po kënaqemi të gjithë. Ndoshta po zgjerona pak mirë, po nuk muj pa e përgëzu Zikon edhe e donën për këtë organizim të mrekullueshëm. E donë, të dua. Jo, vëlla e donën hiç mos se ka ardhjepi Amerikës sen s'ka bo. S'ja ka një hiç. Edhe unë e këtë çmim sonte nuk do ta ndaj vetë, e ftoj një kolegë këngëtar, Hakiv Krasniqin, që do të jetë një emër shumë i njohur, shumë shpejt në skenën tonë, ka një zot mrekullueshëm, unë besoj që e meriton një duar trokitje nga jo. Hakiv? Faleminderit shumë, mirë mbrëma gjithëve. Kam nderën dhe kënaqësinë të jem pjesë sonte e Ziko TV-s, organizimin shumë të mirë, gjithashtu edhe kënaqësinë të madhe të jem tran një femër si që është Arbnora Ademaj. A ka mundësi një duar trokitje për Arbnorën? Faleminderit shumë. Atëherë i shohim nominimet edhe kush është kampion në këtë kategori. Best Interpret. Edhe çmimi shkon për kush është më i miri? Gena! Hajde Gena!
Faleminderit njërë për çmimin e vlerësoj me të vërtetë sepse është një çmim që të motivon për të bërë sa herë këngë të bukura. Unë e vlerësoj shumë nga ana ime dhe ju uroj gjithë artistave të estradës sa më shumë këngë të bukura dhe sa më shumë fat në jetë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe Zhurma Show. Faleminderit zemër. Urrime gena. Atëherë, ftoj. Dy këngëtaret mrekullueshme janë si motra, e kanë emrin e përbashkët, po edhe ngjyrën e përbashkët, vetëm kuptime në gjuhë ndryshme. Atëherë nuk janë motrat Mustafa, janë motrat Jorgovani, Vjolca dhe Violeta. Ka një çmim për ju. Best Hamburger. Best Hamburger për motrat Violeta. Si jam kone njëftume, unë jam marrë mu knaqë sonte, edhe Vjolca. Vjolca dhe Violeta. Vjolca dhe Violeta për ndrysha e... O Bigi, kime më pa mu, mas një muji që shko mu bo. Motër, mos ja bo kotë si unë e ty, vetëm doktori me qua atje, kërkush tjetër. Jo, faleminderit. Se për ndryshe, ne lese bukën edhe këto misafirë ti kishim hongër krejç, kështu kop. Përshëndetje gjithve. E dashur s'ke qene njoftume? Jo. Ju dhe të ndani çmimin popullor. Normal, ajo në takon. Jo. Përshëndetje edhe në emnin tim. Me të vërtet s'kemi qenë pregadituna, po s'ka lidhje. Është kënaqësi dhe privilegje edhe për neve, pra me nda këtë çmim. Faleminderit shumë. Okej, atëherë ndjekim interpretimet? Çmimi popullore. Çmimi popullore shkon... Prit. Ju, si këngëtarët popullore, kujt ja kishit dhënë? Mos e këshirri Zikoja kujt ja ka dhënë. Kujt ja kishit dhënë ju? Unë të gjithve. Sa modest unë gjithve. Unë A krejt sopa dojni mu bo, shuj. Si jam e nominume, për e kësha dhënë vetit. Loqka da unë që ashtu, bravo, ma e mire jam. Bravo, Violet. Atëherë ndajni. Çmimi popullore shkon për... Hysnik Linaku. Ku është lumturia? Përshëndetje për gjithë juve, një falenderim i veçantë për Zhurmën, për Ziko TV-n, për krejt filialat që a i ka Ziko kompanije tjera, po na të bën mundi shumë mirë edhe po na e vlerëson punën tonë. E përshëndes konkretisht tek të shkruesin Milajm Islami, ndërsa për muzike, për interpretime krejt tjera të jom kujdes vetë, po kësaj radhe, ky vlerësim për mua është i veçantë, më kam vlerësu edhe herë tjera Ziko TV, po është i veçantë sepse këtë kongë e kam zgjedhë si kongën më të mirë ndashta gjatë gjithë karrierës. Arsyeja është se e para herë që në piano gjendet vajza ime Lumbardha Klinaku, që përshëndes që sot është me mua. Faleminderit shumë, gjithëve ju dëshiroj suksese. Faleminderit. Faleminderit urime dhe juve. Ndërsa ne po vazhdojmë, do të ftoj këngëtarin e radhës, i cili ka qenë fitues në edicionin e kaluar, për shpall fituesin e çkajt. Qa po zgërdhihesh ti? Se po kesh? Pash do t'i mqyri mu? Se po kesh? Hajde, ju lutëm. Best couple, atër Besart Halimi në skenë. Faleminderit Bigit që më zdia të kujtu që best couple, po në vitin e kaluam e kom fitu best couple me Janën, po Jana ka met me bebën edhe s'ka mujt me arë sonte, kështu që unë sët jam me një shok timin me këtë qa po kesha? Me Armend Shabanin, e kësha ftu edhe Armendin me ardhë bashkë me mu, pasi që është kolegi jem edhe një këngëtar shumë i mirë. Kësha lut një Duart Rokitje për ta. Se u knaqëm Duart Rokitje, faleminderit. Besart,
Bashkë best couple jeni të dy. Qërën, na jemi best couple edhe Armendi mundet me kallëzu se dhe na kena përgadit. Qa me kallëzu Një fjalim. fjalim. Po me munu mi është ti me kesh pak abden. Si këta të jashtit. Okej, unë edhe nga Gjakova. Sot nuk është Jana, po është Gjakova, kështu që Ka besoj se... Gjakova, best couple, mere një vesh që mos auto ndodhë këto. Son të gruja vesit. Okej, nominime sigurisht nuk ka. Unë as nuk e di kush është best couple, veç do të me më kallëzu dikush. Shkon mirë. Okej, edhe unë menaj që e meritojnë këtë çmim, kështu që best couple është Zana Zhaveli dhe Neki Emra. I ftojmë në skenë. Valla e keni bo kështu me ditme, jeni ullë me një tavolina aty, jene dhe me... Kjo është kishës me kanë ditë, nejse. Pa. Faleminderit për këtë çmim, nuk e kemi ditë, ke rastishme pse ishim ullë gjithë me një tavolinë, mirë po gjithsesi, një vlerësim që jo vetëm për shkak punës profesionale, një vlerësim i çiftit më të mirë, okej, mirë se ardhëm, se jo. Edhe unë t'i tham një dy fjalë, masi veç jemi në skenë. Faleminderit Zikos dhe për këtë organizim. Ju komplimentoj, po na mbledh një herë pas here kështu me gjithë kolegëve. Këtë çmim nuk e pritëm, unë e pash pare si qanë në nominim, mendova që mos po marr aty në një çmim. Gjithsesi, është kënaqësi që me bashkëshortën time ta marrim një çmim një herë në jetë së bashku. Kështu që faleminderit shumë për vlerësimin. Shpresoj që po kaloni bukur sonte. Faleminderit. Faleminderit. Urime. U kënaq atu i puth njënin, puth tjetrin. Okej, atëhere, unë do doja që të faleminderoj shumë ata të cilët më zbukuruan dhe më bënd të dukem kaq bukur edhe elegante para jush, dhe të faleminderoj shumë dizajneren apo stilisten Dona Matoshin, e cila u kujdes për këtë fustanin tim të mrekullueshëm. Pashtu do të faleminderoj edhe studio Keka, apo Krenare Limani, e cila u kujdes për flokët e mia dhe grimin, pashtu edhe dyqanin për aksesuar Helendia. Ndërkohë, peftoj Maxin, se shtash si jam dopsu, kom ju bo si kanagjesh këtu, kom i ndru fëston, ato zote, kom u knaq. Maxi hec këtu zavenson të shkojt në drona, shifemi. Mi mbroma, për gjitha ta që nuk më njohin, në fakt, nuk është se jam gazetari i ri, as gazetari i portaleve, i ditëve të sotme, unë jam gazetari i radios, aty ku njerëzit vetëm thjesht kanë dëgjuar një zot mirë e të pastër, në atë kohë para 20 viteve. Okej, unë jam këtu në emrin e Zikos për të ndarë 2 çmime, në fakt, çmim special që jepet një artisti, natyrisht edhe një artisteje, për sa i përket çmimit të televizionit. Duhet të thoj vetëm diçka, shqyqyr që e mblodha më në fund, një duat rokitje për vetëm tuaj, pranin tuaj. Edhe me që jemi të gazetaria, e dona je dakord të them këta apo jo? Mos na merrni në telefon vetëm kur keni interes, artistë të dashur, kolegë të dashur dhe këngëtar të dashur. Hapni telefonin, edhe atëherë kur ne kemi interes, të bëjmë ndonjë pyetje me që ju jeni VIP dhe personazh. Kë kam tani unë? Femrën këtu apo nuk e ke parti, Okej, nuk kanë nominime. Çmimi i televizionit për artist, për mashkull. Unë kam parë këtë djalosh, edhe si që ka Nofkën apo pseudonimin Dosti, besoj se ka nisur ta bëjnë shumë dost atë, është Dosti për këngën Baby çka u bë, ai merr çmimin e televizionit. Eja. Kjo është koha jote, mund të thuash, mund të falenderosh këtë duash. Faleminderit shumë për çmim, jam pak i emocionuar, edhe dosa mi faleminderu krejt që më kam përkrahur, sepse
veç puna juve më mësoj edhe faleminderit shumë. Faleminderit, urime suksese, besoj të bëjnë doste dhe reperat që janë me emër tashmë. Është një artist shumë i mirë, klikoni dhe dëgjoni sa bukur repovat. Dua tani një tjetër çmim, kemi për femrën, artisten më të mirë, për sa i përket çmimit të televizionit. Në Zhurma Music Video Awards është edicioni 13 dhe çmimi i televizionit për femër, Gresa Beluli me këngën I Jemi. Urime, për ty? Faleminderit shumë, faleminderit Maksi. Është kënaqësi me marrë këtë çmim, sepse çmimi I televizionit mendoj që e vlerëson artistin në tërësi, do të thonë. Unë nuk erdha sot me marrë çmim, erdha veç me shiju një mbrëmje të këndshme, po pse jo me shku me një çmim edhe më mirë. Faleminderit Ziko. Sa e lumtur do të jetë Mandja Shkurt e Feza, nëna, edhe për këtë çmim ku shikon vajza që po ndjek hap pas hapi karrierën e saj. Suksese, faleminderit shumë, Gresa. Dhe tani për të ftuar një tjetër mysafir I cili na nderon me praninë e tij sepse duhet të jap dhe të ndaj një çmim. Ftoj në sken Gentoska nga Express Roz. Nuk e di unë, Gentin e di se është nga televizioni 21 Maqedonia, apo si është? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma zonja dhe zotërinj. Besoj që po kënaqeni ashtu si që më duke u kënaqë edhe në sonte, kam derë dhe kënaqësi të veçantë që të ndaj çmim pikërisht në Zhurma Show, mirë po derë dhe kënaqësi ende më e madhe është që ndaj çmimin nga portali më I vizituar, jo vetëm në rajon, mirë po edhe më gjerë, Gazeta Express. E vlati nënës e vlatë, shpirti nënës vetë se I ka marrë mali mi loqë këndantë. A e shoj si më rita, pikërisht kërë ndigjova se Genti o të dalë Pluturova, pa dhe cula kish ars na kish një. Qa ishe të foqë? Po, tash jo për të ndarë çmimin Best Rock. Best Rock. Atëherë para se të them se kush e ka fituar këtë çmim, dua ta përgëzoj Bigun për lukun e ri, dukesh fantastike Bigi. Atëherë çmimi Best Rock shkon për Naser Berishën. Faleminderit shumë, e di që shumë rrallë vinë Kosovë, e di që për një kohë ka patalon edhe muzikën për shkak dukshmërisë time të jashtme sepse kam pasur një problem shëndetësor. E falenderoj gjithë ata që më kanë inkujeruar të vazhdoj me muzikën, prandaj edhe jam kthyer pikërisht si vjet me një balatë të mirë. Shumë shkurt, dua të falenderoj Zikon si producentin tim të parë I cili kur ja ofrova CD-n tem të parë si materiale I thashë kam këtë CD për ta hudhur në treg, besojnë materialin tim. Në atë CD ishte kënga do të doja, më pas vazhdoj albumi I dytë me Bjondinën dhe shumë këngë të tjera. Pra e falenderoj Zikon dhe Zhurmën. I falenderoj Televizionin 21, I falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e mi cilët kanë ndihmuar gjatë gjithë kohës time në karrierë, do të thotë prej bendit tim, pastaj gjithë shoqëria, por e falenderoj shumë edhe familjen time e cila më kanë mbështetur tankohen edhe në kohët më të vështira të mijat. Kjo këngë, ky çmim shkon për Angelin tim I cili sonde është në Gjermani kurse mua më përcjell vajza ime Lorana. Faleminderit shumë. Atëherë, kur jemi të falenderimet, vazhdojmë të falenderojmë. Unë ju falenderoj gjithë juve artistëve që jeni këtu sonte. Falenderoj juve të cilët ndajtët çmime, juve që morët çmime, s'po ju falenderoj se keni marrë çmime, pa ato që s'kan marrë, kanë ardhur deri këtu, janë mundue, pa kanë dhënë juve kanë çmim. Kështu që lapë që të fustona se pishe edhe ndasë më ndonë dhe kitë kom indru. Ri rahal, se pe parës po më këshire, po ma bërë, kërrejt kom indru, hishtë më stani. Okej, atër... Best R&B. A mund të paramendoni se kush do t'jep shpërblimi për Best R&B? A pa mërmenja? Tukulukat. Dorë trokitje për Tukulukat.
Tukuluka dhe R&B-a. Mirë se erdhët, përshëndetje. E pse i mashtrove këto marke? Mirë më gjithve, për artista kom një vretje, ju kom thonë edhe një herë. Na gjithë kur shkojmë në përmëromje dhe në përdarsma, kena qef, kush është, apo? Kom qef me konë sa ma afer njerëzve. Kem qef që Jo, valla, ma me afer pas... Morenës për shonë që që aty. Kem qef, kom kurzona dhe murzu. Mihri, të më thonë. E di. Kem qef si artista, ku të kënojmë ose ku të bojmë humor, me na prit mirë. Kur t'jemi na krejt artista, diçka shujna. Si kur më na bo dikush diçka. Na kena dhe të bo me bavakia. Big Mames komplimente që një vit që u la me ujnë nxehtë u hije pak, do më thonë ka hupe dhe kilogram. Kur më halim. Mos ja shëni për të modhe se ja ka nis me hinë politikë si Labina Tahiri, ja përshëni. Mirë mroma me zhurmë. Me zhurmë, qa është të? Mirë mroma, gjithë pra t'i njekëm nominimet për Best R&B. Best R&B. Falënderit shumë, atëherë natën e mirë, çmimin vjen me... A ka mundësi Adnani me ma kënu një këngë R&B, Adnan? Jo s'ta dhon kur. Në këngë R&B, kënohe. Kjo edhe nuk është këngë. Çeke, R&B. Jo, përbes lidhe me që të gjanër nuk kam, po të kalzoj drejt. Që të këngë edhe lajmet njëtën të në kursim, falë. Aurora, po me të vërtet. Jo, komplimente. Ta çfarë baksuzi e mune kur të ftej që të femën ka me konë shumë veshun. A ma vesh pak shta? Jo, ma veshun. Supa, a do dikur supë se si menu i pëdo këtë vesh pak? Jo, menuin e ka morë. Djema, hajde vesh pak shtu. Gëm, nuk është mirë qëre, se kjo kogja i shtrajtë është, Shkur të feza, jo. Ja me shu që shku. Qmimin Shyherete Behluli e merë Mahmut Ferati. Nëse nga 2-3 lofë se kena qef tash në folë. Një këngëtar që tash është në Amerikë këtu, jetu edhe shumë mirë, e ka fitu një qmim kështu, edhe tha, kur e fitova, krejt familja o gëzumë. Qas shumë, sa që gjyshja sa herkeshke, tha, i dilëshin dhëmt. Një halë, tha, smut për shiqeri, tha, nuk guzej ke më gëzu fërë, se shiqeri se da, nas gëzim asë dhënim, dhe i ke djali jam, për këm qef më gëzu ma shumë, për... I thejsha, mirë është qikaq. E pa talon, shnet mërin, edhe të këmë thonë kullu në shpi. E lam, tha, shmimin mi televizor, na 2 javë, 1 muj, e pa është, tha, që s'po më thirë kërkush për ma fut, tha, qaqja mora i nati shmimit, tha, në këshirë ke shmimi më rapsht, dyqysh si keq, apëtin, veç i kum hi, tha, shmimit karate, edhe... Adnan, hajde mo! A i një përguta? Hajde mo, mlodhe! A i një përgut në i sana? Po këtë të najtë e na gjenë një... Qile veç pak e sen shto? Vjenë në sken... Morena, jo, nuk vjen. Vjenë në sken, dhurata, dora, jo as kjo. Neki, jo më shfar nekove sa murë, më zvëna i gare. Miri e braha! Jo. Unë s'kene vjen Fiola Morina. Se veç ke qjetu po. A është vesha Stop, shumë ke ndryshu nuk po të nja. S'po du ma shumë kjo loj me vazhdu. Ti tash jetu më lëndu. Ka përfund. Se se puthe fjollën për ja dhe dorën. Jem alergji dhe qysh nuk me me lanë me një puthje, ta jem dhët pak ma. Edhe më të shemështim me folë që ti e din, orno, poli 2-3 fjallë pra kolegë. Falenderit Ziko, shumë për vlerësimin. Për zyti falenderoj familjen time, gjithmonë që përkrajnë, 2 vajzat e mia, që mbojnë mu një shumë mirë njetë, edhe gjithë kolegëve, ju përshëndes gjithë dhe ju dëshiroj gjithë dhe suksese. Faleminderit. Urime dashur. Fjolla, kuponin fiskal harrove. E gëzëfsh. A ju lutem darë trokitje, pak ma gjallë, artista. Atëherë, vazhdoj me çmimin e radhës Best Hip Hop. Ftojmë në skenë Faraoni G. Garë trokitje pa parjan, me vlit nuk jena. Çmime po marim, po japim, po knaqëm. Si e? A e mirë? Munesh me s'ka lidhje. A kish ndaj varë hunën dhe qysha mujme,
Me dopsu. Qa dush prek? Mi mbrama gjithve. Arsyeja parë pse nina mirë me nda kiqmim është se kum fillu une me hip-hop. Arsyeja dytë është se ata që jënë të nominume dhe ata që, ose ai që e fiton çmimin, komuni i respektum tash ju kallzoj pse. Tash 20 vjetë, pikrisht Ziko u kanë që i ka hap dyrt repera, për ata që nuk i din, albumet e para që janë editu në Kosovë, jënë bon për Zikos. Të vëllon, i tingulli 3, jetë në e njëjt, hija jetës, i kështu me rallë, kështu që kyqmi me ka vlerën e vetë, edhe më vje mirë që une muj me nda. Njekim nominimet. Best Hip Hop. S'ka pas fajt Ziko e pat që ka ndodhë mas 20 vjetë, si cila kong me mirë se tjetra. Kështu që i ka ditë senet. Best Hip Hop shkon për Duda Fit Noisy. Po kërsa se dinamiti, call my people, ka do ju që unë i bitim, ca kësiti, unë e kamër gjakja viti, ku su priti. Faleminderit Faraon, faleminderit Ziko, ju përshëndes gjithve që jeni këtu, shqyqër Zhurma Shopo është me naj vlerësu dhe me naj kujtu punën që përbojmë njerë në vjetë mas pakti. Unë për këqmim përshëndes dhe i falenderoj GG Records, My Team, Double G Army, OTR, Noisy, edhe plot tjerë që kam punu në këtë projekt, si videoklipi, si konga, si kejt ju në kryu në Gjilan, ju në kryu në GG Records, kështu që më vjen mirë shumë, faleminderit shumë, kaloni sa ma mirë. A u lodhët, a u mërzitët, apo hani, apo pini nëse nëse në skeni. Kena ma vonë të anat. Qysh? Apo vjen që të për? Ju lutem, a ka mundësi një dërë trokitje për Labinot Gashi, ajde. Tëftoj në skerë, i dashur. Dreshi pantullet ma shpejt, dërë trokitje, Labinot Gashi. Lab. Po. Të konftu këtu. Mos i bje pishman dheri me 15. Jo, as pak. A i sikur që i donë më martu me qendresën? Po. Po. Shira mjerë? E kalume është. E kalume. Ka shku ajo kopi. A e njëtë dhe me këm kalonë mua, e kalume është, ha? Dhe me kënë në zbysha gjoha e qendresë, ha? Se cila vendin e vetë ka. Shtë që e ki pas vendin tëm kur e ki pas. A një të lërë, se të vendin e vetë. Vendin tëm ku e ka më lapë? Bigi, ti e djenë do me thonë edhe pse shumica kanë folë dhe kanë thonë u shkru, jo valla s'kan rejtë për që, nejse. Me rejtë s'kan rejtë se e di që nozat e kurizit mi ki pas dëmtu, po nonën tjetër mi ki pas dëmtu, jo në atë mënyrë që shmendën. Edhe ti kam shërru se të majtë në për mjekë në për rëshku. Jo në atë mënyrë, po që më ki turturu shumë shpesh me ardhën Macedoni dhe me shku në shapka tje. Kjo që nuk është ajo që mendojnë. Okej, për që kam fëtove? Për këta? Jo, për këta, pa. Ne kemi një dashuri shumë të madhe që nuk shuhet asë njëherë. Ajo nuk do të thotë se vetëm që martohesh me qendresën, po ne kemi dashuri misore, shashërore, kështu që as qendresë, as miri e braha kërkush ta hyn mes. Unë ty të ftova për të ndatë çmimin. Best Pop Dance. Pa prit e pa plan, unë erdha sonte di që zakonisht kom qenë gjithmonë pjesë e Zhurma Showt, jo mundu gjithmonë me respektu, Zikon, e donën, por nonën tjetër edhe me shkurtën erdhëm bashk, hajde po shkojmë, momentin e fundit gjithë shka, pse s'kisha me qenë këtu, e din vetë se në Shkup kam pas me qenë, po prapë mas e isha këtu, respekt shumë të madhë për punën që e bojnë, por nonën tjetër nuk e keni idenë pas sa e sa, unë këthena prapë Radio Televizionin 21 këtë vend, ku kam qenë 17 vite, kam jep kontribut për këti vendi këtu, edhe nanën tjetër, po ndina dyqysh zdi, që tha Adnani se din,
apo nerdh, apo nxehesh, a qysh. Jo, tash je nxe, gatme, po shkoj njerë, s'ka lidhje. Mbi gjitha është kënaqësi e madhe. Okej, po e ndoj çmimin cili kja, po, Best Pop Dance. Best Pop Dance. Ndjekim nominimet. Best Pop Dance. Okej. E ke shumë vështirë për ta... Jo, nuk e kam vështirë për shkak se ti më the, a je sigurt që kemi martu. Me datën 15, ai mos i kira peshman. Unë veç i tham që ndresës që du krejt, por DJ Dalull Ardian Bujupi. Check. Mirëmbrëma, sa kom prit. DJ Dalull, përshëndes shumë. Faleminderit për ftim, Ziko TV, faleminderit për çmim. Këtë çmim i kushtoj DJ Dalull që ka bërë edhe instrumentalin, edhe idenë e këngës. Edhe idenë Mohamed. Edhe idenë videoklip. Zoti që ta fali talentin. Jam i emocionuar, kështu që më mirë mos më ndërprej se i haroj krejt senet. Po për çfarë ti jam të folë për këtë, me ti hek emocionet, shpirt. Anë zemër. Projekti Dalullit paka shumë, kështu që shkon kjo çmim për DJ Dalull. Faleminderit shumë Ziko TV. Faleminderit. Faleminderit, dartrokitje për Ardian Bujupin dhe Labin. Bigje, veç pak tash. Veç pak. Nuk pështova që ashtë letë. A ta laqë tash këtu më publikisht kështë, më the për punën e darsmës. Po, pse e shtyve darsmen ti? Pse e shtyve darsmen ti se në shtator ki pas më martu? Pse e shtyve darsmen? Kush ju tha ju dhe unë që martohën, po pse e shtyva darsmen? Jo, unë e di që ki pas më martu para meje, po e shtyve darsmen. Pse e shtyve darsmen? Vazhdojmë spektaklin ta të mrekur. Dhe me kishërën. A di se e shtyva dasmen? Se më pëlqyën këto pantollat e Ardian Bujupit e shtash përdo me mu. Ardian, pash do t'i shve dhe njerë t'i shoh ato, a shorce i ki, a bermude i ki, a pantolla i ki. Mikrofonin, be jep jani me mikrofonin. Ardian, as fate qa me vesh dhe mreme. A ti ka shtin maqinë në pantollat e t'janë zvoglu. Kam edhe knashësi gjyshën teme me bon Prishtinë shpesh, atë këtë vi këtu, edhe tash para si më orë këtu jam shku të gjyshja. Mi thonë që po shkoj, atë me shu televizorin. Apo në këshyrë gjyshja? Po, për momentin. Nana Has, tu shumë? Kush? Nana Has. Oj, Nana Has, tu shumë e runë. Ti hangë sa të fashën. E ti ndrysha. Apo më pëlqenë oj Nana Has. Ta mushi shpijen. Edhe, po, më veti ka po shkoj, edhe me qëto pijame, tha... Me këto pijame? Nana Has pas ka faj? Yes, ka faj, s'besoj që ka faj. Veç më pëlqenj shumë që këstele dhe e kom vesh. I kom edhe unë do pijame, mas ne i veshim bashkëtit, ha? Na ke knaq, s'ton të shumë, na ke knaq. Tjetër, a nuk thana i se Nana Has? Më falë? A nuk thana i se në tjetër, Lokja? Po, thane se shenë i farë Big Mama, tha veç... Propozoj martesa? Mërë me vetë. Qa tha? Tha kokrat, mos mi arru. Kokrat? Kokrat anës has. Kokrat mi lipë mëra. Kokrat anës has në banatore mi ble. Në anës has kokrat mi ble? Se për shafi fi kokrat? Lena në has, unë e me ty po folio Ardian. Atere, përshëndesim në nën has edhe një putjet madhe, s'ka nevoj në në has për kokra, kokrat pini ju. Kokrat në në has, ato janë krejt biopleq, tash janë bë kejt falc, ma e ti shta. Hajde, se unë ze puna këtu, unë ze. Darë trokitje, ftojmë në sken Ardi Stava edhe Veronika Bis, Tribuna Channel për nda 2 çmime. Për Best Female dhe Best Male. Me Duar Trokitje. Pa parjan, pa legjan. Shkurta po më bën me dia, oj bik, mu su gërbaf. A ti qa kom të kalzë i drejten. Tu gut mu vesh,
mu boni diçka kërp këtu, e po tuk nga mos po mbje krejt. Se jam nëna e skandaleve, kështu që mos bëj skandale ma të doja. Ardit po të e fjallën. Shumë çka u tha, deri në fund bramjes sigurisht do shta edhe çdo gjë do të thuhet. Artistë të nderuar, kolegë shumë të dashur, shumë të respektuar. Unë çdo detaj jam të ndjek prej fillimi deri më tani. Shumë momente të mira sepse natën e vojnë momente dhe gjë tjetër. Urime kolegëve të cilët u shpërblyen me çmime, me shumë merit për punën që kanë bë, shumë sukses tutje. Atëherë, jam shumë i privilegjuar, falënderimi shumë i veçantë i takon vetëm Zikos. Të gjithë artistët e gjitha trojeve shqiptare padyshim ja kanë borç Zikos. Andaj ju kisha lutur një duar trokitje sinqerisht shumë të veçantë për Zikon, Ziko kompanin dhe familjen e tij dhe saj Rafetes. Unë do të ndoj një çmim, tash unë realisht nuk e di se për çka. A Bigi? I dashur dhe të ndash 2 çmime. Në rregull. Ndjekim nominimet për Best Female. Best Female. Shumë është interesant kur konkurenca është shumë e fortë. Kjo kategori Kogja kishte konkurencë të fortë. Femnat më të bukura shqiptare me një vend, bukur shumë, por si që donë regula, zgjedhet më e mira për këtë edicion. Andaj, Bigi, më fal lutem, mundësisht, faleminderit. Ku po të ronda koka? Vesë me përshku nerve dikush ka krya. A, po, çmimi Best Female, primat mirave, zgjedhet më e mira, ajo ka shlif për gjithë shka. Ftoj bukurin shqiptare, Morena Taraku. Ajde Morena. Veç një her me po mu, veç një her me po mu. Kime pas mal, kime pas mal. Veç një her me po mu, veç një her me po. Knatësi me ta dërzu çmimin një artist i madh që është Ardit Stafa, zani të cili do të mbetet në historinë shqiptare. Kështu që këtë çmim ja dedikoj familjes time të qajt, fansave të mi të dashur, edhe krejt bashkëpunëtorëve të mi që i përshëndes shumë. Faleminderit. Duar gitje. Ardit, a ka mundësi këtë Best Male ta them unë? Pa tjetër. Edhe mandej. Fillimisht faleminderit shumë që kom privilegjin me ndoja këtë çmim, edhe nuk ju tha kërkosh, po dukeni bukur krejt, prej fillimet, e deri atje në fund, kështu që komplimente, edhe kisha dash një duar përkitje, sa bukur po dukene, se i duar të rëketëm të gjithë. Tashte, une ma shumë nuk isha dash me fol, kisha dash me ndjek nominimet, edhe Big Mama, edhe pse tasht po më bën shumë komplekse që mu ke afru veç, gjithsesi hajtë se foli ma s'do muje ma ndej, kështu që i ndjekim nominimet. I ndjekim. Best Male. Oj, Bigi, qa po bojna? Ape mojna për Pe tregojmë Best Male. Shkojnë për Nonën Has! Për gjyshen Has shkojnë, për gjyshen Has! Për Fripe! Ja, vitin arshëm këtë hajteni me pijama, për mirë një ka një tresh për mlime. E mirë ja që i mund është mi vesh edhe këti këtu, se pak ma gjona. O, pak ma gjona, kishe unë e trash, ki harrua, je që rru. Okej, Best Male, wow. Faleminderit shumë, është nderë edhe për mu, kanë fol artistat, kolegë, s'mu edhe shumë me shtu se kanë pas shumë fjallë të mira, pe genës, pe labit, keni fol, ka pëlqy dhe më thonë, pe as dhe në gjë që për çka keni pas fjallën sonte, respekti nga për Zhurma Show, për spektakle që jeni të majt për çdo vjet, edhe unë jam kon vjet, kon super edhe vjet, kështu që kam edhe gjithë kënaqësi me orë në Prishtinë, në shtetin tem, kështu që faleminderit shumë për Best Male, për mua shumë çmimi. Vjeta ke marrë çmim se s'kam qenë unë këtu? Po mërë, dorë. S'ka në Has? Në Has, jo, po, edhe shtëpia është.
Qa kishe vesh vjet? Vjet jam konë 4 më duket. Ty çmime i komon 2 duket. Desh o konë? A si konë të ja? Jo, si jam konë unë e vjet. Zemër ta kisha ditë që i po vjen të ja, disë të kisha ardhë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ti hangsha pijame, ti hangsha, ha? Okej, atëherë, mo nuk ngitem. Jam edhe unë e fejuar, po e shpalli këtu zyrtarisht për hep parë pregojës time, jam e fejuar, po bëj shaka mos meno, po s'ka lidhje me spektaklit DPZ. Shikoj. Atëherë me duar tërkitje, ftojmë një kompozitor të mrekullueshëm. Çekiç, hajde, ku je Çekiç? Mirë brama. Vesh pak, kështa shkiko me knaq. Hajde Çekiç, mirë brama. Mirë brama. Qyshja je mirë? Mirë, si e ti? Mirë, po fol mirë. Ti, qa ke me thonë? Zdi. E pse dole? Zdi. E unë e në thonë me që ko mytu, ti a ke mu mytu? Qa tha? I dashur, ti... Po. Tash kena me pa nominime për Best Collaboration. E tash ti kena me pa. Tash. Hajde pi papa i matere. Best Collab. Hajde që kishesni. Okej, hajde këshurim bashk. Vetëm pa. Kush on Nona Has? Nona Has. Urime. Nona Has, më falë, sa pari ke dhënë? Ja. Shkaraj, të jetën që të du të krejt. Gjej. Aldia. Sa pari dha? Kush? A pijama ta pari këta, ka të pash do. Qëren, jam bo 3 faleminderit shumë, s'di qa më thonë ma shumë, se me ty së më shtyna, kështu që... Faleminderit Capital Teen, Street Cinema, gjithë DJ që në runë që ka bo instrumentalin, Muma që ka bo tekstin, E kom faleminderit. një ide, hiq më sull që tu rish këtu. Se s'dish, Faleminderit. Adi s'ki nevoj mullon, se s'di edhe qa kena tjetër. Rish aty, për një mes, edhe do kanë met meri edhe që ato edhe po shkojnë në parti, mos u lodha, unë tër. Ziko, qa ki bo, Ziko, Ardian Bujupi krejt. Si do qofë, urime dhe i ke meritu gjitha shmimet Ardian, ha? Ju lutem, do artokitje, për pijamat Ardianit. Tash, qa kena dhath? Prezentuese këngtare, ajo jo mu, Big Mama, po japë shmimin e internetit. Unë dhe japë shmim, Ziko. Unë e shmim. Me marë për vete, unë? Okej, kemi nominime, nuk ka nominime. Atëhere, kusho, ko e di unë e kusho? Nuk e di. Me qenë nominimet, këshyri kusho në salë, kusho. A i që është në salë, e di që e merë shmimin. A so që shtu? Vesh pash, zotin mo, Ardian Bujupi mo. Jo se për najsen, po e di që dhëtë me blena i vitrin shpi. Se këto atje në Gjermani kanë kështu pashë, vesh televiziorin murë, nuk kanë si kene që e vënën ato vitrinat e mirënit ke qmimet. Apo e manë qëta? S'ki nevoj me madhon këtë, zemre me ma ty. Atëhere... Qmimi internetit, Ardian. Jo drejta, si e ti. Qmimi internetit shkon për Capital T edhe Mixej. Mixej, Atisha. Pasi që nuk është këtu, atëherë Ardian, ape mera për jashon, se e ki shok. Hajtë se tu kam bo, hecë mëra, se bol m'ka bo, m'ka krist, të stoni, apo të me ma shkuj krejt. Faleminderit shumë, në bashkëpunim me Ziko Produksionit, do të thotë e kemi aranjuar ashtu këtë
4 minutë që në fillim kam filluar me këngën time do të doja, pastaj një ripërpunim të këngës Dil në derë moj voglushe të grupit legjendar MAK, dhe sonde mu është besuar dhe kam fatin që unë të ndaj një çmim i cili është shumë i veçantë, një çmim pas vdekjes të Hakimisinit, të cilët sërbët ja morën jetën do thot gjatë luftës, por veprat e tij nuk do vdesin kurrë dhe kam rastin që t'ja shpërndaj një familjarit të tij, më duke që është djali i tij, çmimin për veprën e jetës, një çmim i nderit, një çmim shumë i madh, sepse pikërisht Hakimisini me MAK-in ka qenë inspirimi i parë për mua që unë të vazhdoj dhe të këndoj rock muzik. Ju falënderit shumë Hakimisinit që ka pas atë vizion qysh në vitet e 70-ta. Falënderit shumë. Pra edhe njerë një duartërgjigje shumë të madhe, sepse ka qenë një legjend, është çmimi i nderit që ndahet nga Ziko Kompani për Hakimisin. Mirëmbrëma gjithëve, përshini edhe vetë pak emocionuar, faleminderit për këto fjalë naser. Faleminderit Ziko, pa dash me zgjatë ma shumë, për këtë çmim që na nderove mu, familjen time, miqtë e babit tim, e të tjerët. Faleminderit gjithëve. Atëre, unë ju përuroj gjithë dhe për çmimet që keni marrë, dal nga dal pa afrohemi fundit, e di që po dojni me festu, me bo party, jeni krym po ju shoh, po keni edhe pak durim se jemi nga fundi. Ndërsa tash, dhe të ndahen ato çmimet kryesore, ti mundesh me shku në shtëpi se e ke kryti me sot. Ti bolle ki për sot. Po, në party prit, edhe 2 çmime dhe party, këtë party e kena. Po, unë do të ftoj një vajzë e cila pashtu si unë, e mundi bipeshën, u bërë seksi. Një vajzë e cila çdo vit është mundu për këtë spektakël të mrekullueshëm, si mjet s'ka bosen, ka ardhë befasi, nuk e kemi ditë se dhe të vjen dhe tjetë prezente këtë edicion, pa jo nga befasoj dhe erdhi nga Amerika, e dona me mini një duart rokitje, ftoj me skene donën, për t'i nda çmimet kryesore, do me thanë best song dhe best video. Fjala është e ytje dashur. Sa interesant, prej zojës shpis mu po mësafirja ma e ronë në natës. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në Zhurma Show with the Music Awards 13. Ka dalë njëherë se ko me folë diçka, falemderit shumë. Big Spari, falemderit shumë që ke pranu me prezentu, edhe që ju ke ndimu edhe në organizim edhe në krejta këto Zikos me gjithë familjen. Kanë me andru vitin arshëm emrin jo Zhurma, po familja shumë. Ska me kajtë. Faleminderit krejtve që keni ardhë dhe se gjithmonë që keni pranu ftesën. O Edo, qa ki moj? Unë ajo që ju më rritë në skenën e Zhurmës. O emocionu. Wow, nuk e frita. Nga kara imuniteti, prej kileve te për ta. Okej, nuk pes gjati. Faleminderit Radio Televizionit 21 që gjithmonë na kanë qëndru mbrapa edhe na kanë shty për para për gjithë shka. Faleminderit krejt familjes që mundoni më nëshë në shpi. Nuk... Okej, le, u kry, kaloj.
Faleminderit krejt sponsorave që sonte kanë mundësu më mbajt kjo natë, se shumë prej juve nuk e dini sa vështirë është më organizu, edhe sonte ka ma pak njerëz këtu për shkak të sallës që e kemi ndru, mirë po shumë prej juve nuk e dini sa vështirë është me mbledh krejt juve sonte me një natë këtu për 1 orë 30 minuta me kalu ju bashk, edhe besomni që me të vërtet për juve e bojmë, se nuk është që na po fitojmë diçka. Është veç lodhje. E dashur. Unë i kisha vazhdu me ndjek nominimet për Best Song. Best Song. Në rregull. Faleminderit. Ma mërmenja që krejtu pajtun që krejt këto kongë jo veç janë nominim, po me të vërtet edhe meritojnë me fitu këtë çmim. Ma herët Bigi tha po këqyri kush është në salë dhe qaj e fiton. Mirë po kjo është rasti i dytë që ata që e fitojnë nuk janë salë. Edhe këto me të vërtet vrehet që nuk bëhet veç kush është këto me marrë çmimin. Mos ka e për zot. Jo, s'ka nevoj me kajt. Për ndryshe, ai që ka me fitu këtë çmim, është një kongë bashkëpunim, mirë po kryesori hapat e parë, edhe për herë të parë që është paraqit në skenë, para publikus, edhe para familjes vetë, si artist, është paraqit në zhurmën e parë, aty ku kemi dalë bashkë në atë skenë. E sonte pas 13 viteve, ai nuk është këtu, me gjithatë, unë ka marrë nga Amerika që në shtëpinë e vetë, ati me ja kujtu ku nis edhe që do të me ardhë prapë këtu. Ledri Vula, Fit Young Zherka, Nona. Se me menagjera jena bo kogja tronkove të fundit, që këta diskoteka përrejnë shuplok, se ata kanë probleme halo ma shumë se unë. Ledri këtë çmim talojna këtu ku jena në radio televizionin 21 edhe... Tenona. Po, Tenona. Nashta Bigi vendos me javdhonë nëse ka qef ma vonë. Ndërsa tash është çmimi kryesori natës, çmimi Best Video. Ndjekim nominimet. Best Video. Unë ndjekësh në emision në radio televizionin 21, në emisionin Një kafe prej shtëpis tash, edhe përveç mungesës lavit që e vrejta, që sonte ardhë këto me në nderu edhe falenderoj shumë, më vetën me njëherë kush pe fiton çmimin kryesor. Më vetën me njëherë kush pe fiton çmimin kryesor, edhe i thash Visar mos ma merë për të keqe, di që gjithë kom rajt nuk e di, amo kësa here për një me nuk e di, se si më konë këto, vetë sa herë dha pja aeroportit drejt një stenish. Kështu që, unë e Bigin e largova prej skene, valoj, se E ka kësa herë... kuptu krejt se kush e fiton, hish mos talin. Unë e po du që shkebre, ajo, po, që ku e komunozën, Në nahas. Ardian, nëse pranosh me mu martu me mu publikisht, ta japë çmimin, për ndryshe e marë për vete. Kom nevoj si kom 4 edhe kom Big Mame. Hajde, 10, 9, 8, 7. Me letrat Amerikës jam tashni me kështë. Fika Gjermanis? 6, 5. Bej, kush ka thonë si në bashkarajt, edhe nëse të du krejt. Famderit. Ishja pustanin e farë. Shumë famderit. Pustanin e Ja, farë. s'është të folë kërkosh, veç na dhe jem të. Famderit shumë, i takon që këtë çmim fansat me. Normale videoprodukcionit Street Cinema në Gjermani që ka bo videoprodukcionit, takon ty mas pari, se pa ty si shumë kanë tanë. Këto që që mora edhe vesh. Edhe faleminderit menaxherit tam Exon Krasniqit, faleminderit për qëtë natën e mirë, shpesoj që kina më knarë sante. Faleminderit që.
Ardian. Në after party tani kulla. Maja, u kry, ajo s'ki ku ik, mo. Jo. Fakultetin e kryta, letra t'i bona veç burrim kamet. Ku ka mundësi ma të mirë se që kja? Apo i thonë. Që neke dhe besarti kër u martëm për veti ma bëshin, hajde ma shpejt. Adnan, merë të. A u martove me Ardiani? A u kry, falemderit shumë. Krejtve juftojnë darsme në after party. Dasëm në after party. Manin fort unë e kom Adnanin, bile e ti që s'kart me pijama, o vesh me te shakat. Qire. Unë e ma leta dhe kështu pregaditje me një herë të ve. Atere, unë ju fajmderit, urna, qa dresh i keni, folne. Hajt, hec. Që të ka dhe? Hajt. Okej. Falemderit Bigi shumë, falemderit krejt juve që keni ardhë. E donë. Edhe për krejt këto fjallë të mira që i tha sonte për neve si organizator. Ndërko, unë ju fajmderit edhe njëherë gjithve juve, ju fajmderit Radio Televizionit 21, fajmderojmë Ziko TV-n, edhe ishala Ziko Zoti të ruaj shëndetin edhe vitin e arshëm t'jemi sërish bashk. Ju fajmderit artistave, fajmderit Donës, fajmderit shumë studio Keka, fajmderit Helendia, fajmderit Ardian Bujupi që i more 7 me shmime, fajmderit Nonës Has, fajmderit gjithve, e miru pafshim, shifemi vitin e arshëm.